Këtë edicion do të ndiqni. Është mbajtur mbledhja komunale në komunën e Gjakovës, në të cilën janë shërtuar dhe janë votuar të gjitha pikat e rendit të ditës. Me propozim të kryetari Gjini, si pikë veçantë është futur dhe është miratuar unanimisht propozimi për nisjen e procedurave të shpronësimit në segmentin nga qendra e qytetit deri në dalje të qytetit në drejtim të Pejës. Vetëm këtë javë në qendrën e mjekësisë familjare Emin Duraku në Gjakov, aty ku trajton të prekurit me Covid, janë ofruar 20 vizita dhe mbi 50 shërbime të tjera. Tubimet e shumta që organizuan subjektet politike gjatë fushatës parazgjedhore bëri që numri i të infektuarve të rritë të dukshëm ditët e fundit. Mirëmbrëma, ju njohim tani më gjërësisht me informacionet e përgatitura. Është mbajtur mbledhja radhës së Kuvendit Komunal të Gjakovës, në të cilën janë shërtuar dhe janë votuar të gjitha pikat e rendit të ditës. Me propozim të kryetari Gjini, si pikë veçantë është futur dhe është miratuar unanimisht propozimi për nisjen e procedurave të shpronësimit në segmentin nga qendra qytetit deri në dalje të qytetit në drejtim të Pejës. Kuvendi i Komunës së Gjakovës ka mbajtur sot mbledhjen e dytë për vitin 2021, ku janë trajtuar dhe votuar të gjitha pikat e rendit të ditës. Me propozim të kryetarit Gjini, si pikë veçantë është miratuar propozimi për nisjen e procedurave të shpronësimit në segmentin nga qendra e qytetit deri në dalje të qytetit në drejtim të Pejës. Nevoja për shpronësim vjen pas nënshkrimit të djeshëm të memorandumit në mes kryetarit Gjini dhe ministrit të infrastrukturës Arban Abrashi për fillimin e punimeve për zgjerimin e rrugës hyrëse në këtë segment. Ndërsa, sipas propozimit të kryesuesit Shala, janë shqyrtuar dhe miratuar propozim vendimi për caktimin e lokacionit për ndërtimin e fushës futbollistike në fshatin Korenic, plani i punës së KKSB-s për vitin 2021, si dhe raporti i punës për ndërmarrjet publike komunale, stacioni autobusëve dhe qabrati. Ndërsa nga ana përfaqësuesve të drejtorisë për punë inspektuese është dhënë informata për shqiptimin e gjobave për mos respektimin e ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 gjatë periudhës së fushatës elektorale. Këshilli Organizativ Pranvera Shqiptare 81 dhe ish të burgosurit politik kanë bërë homazhe pranvarit të Adem Demaçit në 85 vjetorin e lindjes së tij. Përfaqësuesi i tyre Sejdi Gega tha se Demaçi barti mbi supet e tij aktivitetin kryesor të rezistencës kombëtare, derisa ishte edhe arkitekt i pavarësisë së Kosovës. Ishte simboli i rezistencës dhe arkitekt i pavarësisë së Kosovës që nga viti 1958. I përjetshëm me emrin e tij, me veprën e tij, me lavdinë e tij. Pasi vendosi kurora lulesh pranvarit të Demaçit, Keka tha se ishte njëri nga figurat që veprimtaria e tij është shtryrë në tërë troje shqiptare. Jemi këtu pranë trupit të Bacës Adem për të cënuar 85 vjetorin e lindjes së tij. Jemi këtu ku po shohin eshtet e njerit nga figurat më emblematike në historinë më të re të kombit shqiptar, në tërësi dhe të Kosovës në veçanti. Pas homazheve, Këshilli Organizativ Pranvera Shqiptar 81, gjatë ditës së sotme do të mbajë edhe një tryezë për të diskutuar për veprimtarinë e Demaçit. Antari i Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Naser Rugova, i ka kërkuar lidershipit në dorëheqje të partisë të qëndrojnë jashtë procesit të zgjedhjes së kryetarit dhe strukturave të reja, pasi sipas tij ka tendencat që të njëjtit ta imponojnë një kryetar të ri, duke improvizuar ose ricikluar figura që i sollën Lidhjes Demokratike të Kosovës humbjen më të thellë zgjedhore. Rugova thot se gjëra të tilla vetëm do ta dëmtojnë edhe më shumë LDK-n, sidomos në zgjedhjet lokale. Do improvizim, do tentim për riciklim të figurave që janë pjesë e kësaj fiasko zgjedhore, frigoj që do ta dëmtojë LDK-n. Ai thot se thirrja e Kuvendit të jashtëzakonshëm pa një analizë dhe pa një kërkim falje të Këshillit Përgjithshëm dhe Antarësisë është çësia e gabueshme. Ky leadership duhet të kërkoj falje atij Kuvendit që e ka zgjedhur, duhet të kërkoj
falje Këshillit Përgjithshëm që e ka mandatuar këtë kryesi dhe duhet t'ju kërkoj falje antarësisë besnike të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lidhur me kandidaturat e mundshme për kryetar të LDK-s, ai thotë se që të gjitha emrat që po përmenden janë pjesë e kryesisë që kanë sjellë partinë në këtë gjendje. Që të gjithë, disa janë nënkryetarë të Isa Mustafës, disa janë anëtarë të kryesisë, kësaj partie, dhe janë pjesë e atij 31-shit të ekzekutivit partisë që e kanë sjellur partinë në këtë gjendje. Krahas këtyre, Rugova bëri thirrje për hapje të LDK-s karshi kuadrove të reja. Tani, unë besoj që LDK-ja duhet të hapet, duhet të reflektoj, duhet të krijoj kondita për gjithë njerëzit që kanë peshë politike, intelektuale, profesionale dhe që e dojnë filozofinë politike dhe ideologjike të LDK-s. Lidhja Demokratike e Kosovës pritet të mbajë kuvendin zgjedhor të partisë më 14 mars për zgjedhjen e kryetarit dhe strukturave të reja. Ndonë se vendet e rajonit tashmë kanë filluar vaksinimin, Kosova ende nuk ka arritur të marrë dozat e para të vaksinës anti-Covid-19. Ani pse u tha se këto vaksina do të arrijë në muajin shkurt. Ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj në janar të këtij viti konfirmoi se Kosova ka siguruar 500.000 vaksina kundër Covid-19 nga kompania Pfizer. Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, gjatë takimit të Komitetit për koordinimin dhe vlerësimin e situatës me Covid-19, deklaroi se Kosova është në pritje të kontingjentit të parë të vaksinës AstraZeneca, e cila pritet të arrijë në kuadër të programit të COVAX-it. Aleanca COVAX në një përgjigje për Telegrafin ka deklaruar se dërgesa e parë e vaksinave pritet të ndodhë në muajin mars të këtij viti. Në një deklaratë të përbashkët të lëshuar nga Aleanca COVAX më 16 shkurt 2021, kanë përmendur disa kritere në bazë të së cilave do të bëhet shpërndarja e vaksinave. Të pyetur nëse Kosova është në mesin e vendeve që kanë përmbushur këto kritere, në përgjigjen e COVAX thuhet se duhet të presim derisa dokumenti të botohet. Vetëm këtë javë në qendrën e mjekësisë familjare Emin Duraku në Gjakov, aty ku trajtohen të prekurit me Covid, janë ofruar 20 vizita dhe mbi 50 shërbime të tjera. Ka më shumë se 7 muaj që qendra mjekësisë familjare Emin Duraku në Gjakov ka hapur dyert me qëllim që të ofrojë shërbime mjekësore për të prekurit me virusin Covid-19. Lumturie Kamberi, specialiste e mjekësisë familjare, ka thënë se këtë javë numri pacientëve është rritur. Krejt kjo sipas saj si rrjedhoi e tubimeve të shumta që janë mbajtur kohëve të fundit. Këtë javë kemi mbi 20 pacienta. Javën e kaluar kemi pasur do të thotë më pak, tash vret vetëm se ka rritje të numrit të pacientave. Për shkak të grumbullimeve që patëm, domethënë këtë muaj të fundit sidomos, edhe vret edhe fluksi i pacientave se është në rritje. Neve na vjen lista nga qendra rajonale e shëndetit publik dhe na me ata pacienta punojmë, bëjmë shërbimet që kanë ata nevojë. Pacientët gjithashtu mund na telefonojnë neve për çdo paqartësi ata që kanë rreth shëndetit të tyre, po edhe ne i thrasim për çdo ditë, siç ka dhe më parë lista që na vjen neve nga qendra rajonale e shëndetit publik, na për çdo ditë i thrasim pacientat në telefon, i pyesim për gjendjen e tyre, pyesim se çfarë terapia ata marrin, edhe njëkohësisht u tregojmë se për mos me shku në vende të tjera me ata me marrë shërbime, domethënë të gjitha shërbimet këtu i kanë falas. Dhe njëherë Kamberi ka përcjell apelin e njëjtë të gjithë qytetarët të kenë kujdes të shtuar të respektojnë masat sepse virusi vazhdon të jetë në mesin tonë. Tubimet të shumta që organizuan subjektet politike gjatë fushatës parazgjedhore bëri që numri i të infektuarve të rritët dukshëm ditët e fundit. Të ndjeki mendimin e disa qytetarëve që ne kemi pyetur se çka mendojnë për tubimet që organizuan. Ditëve të fundit, numri i të infektuarve me Covid-19 është rritur dukshëm. Edhe pse Ministria e Shëndetësisë ka apeluar tek të gjithë qytetarët që të respektojnë masat e parandalimit të këtij virusi, qytetarët e komunës së Gjakovës që ne i kemi pyetur janë të bindur se fushata zgjedhore bëri që të ketë rritje të infektuarve. Gjitha ato tubime, gjitha partive, normal se tash i rritet edhe numri. Numri që shihet që ka qenë përpara, tjetër gjë se ka rrit përpas fushatës pa kontroll. Fushatës zgjedhore pa kontroll.
Zot partitë politike që ka interesu fare që ka bëhet me neve. Edhe është rrit, edhe janë disa sene që nuk janë bashkë të sakta. Sa gjatë përshatës ka pas me mas popullatën përgjithësi, ne me gjoba pishkratrojnë popullatën. Edhe qytetarë të tjerë janë të njëjtit mendim, por njëri thot se pos fushatës njerëzit nuk po i respektojnë as pak masat parandaluese. Është e vërtet që numri po rritet ditë për ditë. Parasysh se rinia normal që po kanë qenë marrë këtu, në një kohë gjatë të izolohemi nëpër shtëpia, për të arsye dhe numri vetë që ka paskuar lokalet të përmbushura spic. Kanë qenë rinia marrë këtu, edhe mosha jonë, kështu që numri po rritet gjithnjë më tepër. Po të them si kjo punë është çonte shkaki si ka fituar. Albin Kurti tash po dol me zhagit punë. Jo po bën Covid i sarit 400. Sa dolën sot? Për çfarë është? Kush gjë tjetër? Në kosh vetëm të fushata zgjedhore. Se për me bë fushat zgjedhore gjithë duan me dal, do thotë. Edhe pjesa dërmuese sa kon vretën e kom pa që ka qenë maska, pa problemi tjetër ku që nuk po respektohet në gjatë shëtitjeve ose gjatë kafeterive, aty nuk respektohet në atë masën që duhet me qenë. Edhe të rinjtë e Gjakovës janë shprehur që kjo fushat bëri që të shtohen personat e infektuar me Covid. Pasi që ka pas një kem shumë të madhe dhe fushata zgjedhore të partive politike, por kundër kësaj edhe mos respektimi i masave nga qytetarët dhe jo vetëm nga restorantet apo baret që kanë pas një stërmbushje të mëdha aty ne, po edhe fushatat e kanë pas një ndikim shumë të madh te rritja e numrit të infektuarve. Është njëna prej arsyeve më shumëti që mendoj që ka më rrit numri, edhe pak është shumë e padrejtë prej anës së politikanëve. Domethënë fushat ka lënë shumë dobime të mëdha, ekstrem janë kanë të mëdha, ndërsa dasmat e shumë sende të tjera i kanë anulu. Ka pas shumë njerëz në për dobime, kështu që mendoj se ka qenë arsye shumë e madhe për rritjen e Covidit. Përkundrazi aty ka pas shumë njerëz, e mu kur më zajshin policia më dëneshin fill. Kjo nuk është normale, mu më dënua tha pse jo. Theksojmë që vetëm në 2 ditët e fundit në të gjithë Kosovën të infektuar me Covid janë 898 persona, pa llogaritur ata që nuk janë testuar. Rreth 400 persona me kancer në klinikën e onkologjisë janë prekur nga Covid-19, kështu ka thënë Ilir Kurtishi, drejtori i kësaj klinike. Rreth 400 persona me kancer kanë qenë të infektuar me Covid-19 në klinikën e onkologjisë, e këtë konfirmoi edhe drejtori i kësaj klinike Ilir Kurtishi. Atëherë në bazë të disa dhënave që ne kemi këtu në klinik, do të numri tyre i pacientëve me kancer, cilët kanë qenë edhe të prekur nga Covid-19, shkon gati 300-400 persona të infektuar. Mund të jetë numri edhe më i lartë, ne jemi duke i grumbulluar dhënat që një kohë, dhe gjithë nga këta, të cilët kanë qenë në trajtim onkologjik, do të në trajtim në klinikën tonë, do të kanë tejkaluar sëmundjen. Tutje Kurtishi tha se nuk kanë të dhëna se në këtë klinikë ka vdekur ndonjë pacient si pasojë e Covid-19. Të vdekur, ata që kanë qenë do në klinikët e ne dhe kanë qenë mjekimin onkologjik, ne nuk kemi të dhëna që dikush ka ekzitu. Për jashtim, ndoshta ndonjë rast që ka qenë në follow-up, ne i themi mjekim ose ndjekje, i cili është mjeku në onkologji 2-3 vite ose më gjatë, dhe pastaj ndoshta ka pas infeksion me Covid-19 dhe nga komplikimet e ndryshme ndoshta mund të ketë ekzitu. Tutja i tha që deri në qershor të vitit të kaluar kanë pasur vetëm 2 raste të pacientëve me kancer të prekur me Covid-19. Çantat e nxënësve janë të stërngarkuara, pesha e tyre e rëndë sidomos për ciklin e ullët bën që fëmijët çdo herë të përcillen në shkollë nga të rriturit. Shpeshherë kemi vënë në vëmendje këtë problem për të cilin si prindërit ashtu edhe mësimdhënësit kanë ankesa. Edhe pse kampion boksi, pesha e rëndë e çantës i sjell vështirësi të mëdha për mbajtjen e saj gjatë rrugës shtëpi-shkollë. Flori Tarani, nxënës i klasës së 6, tregon se sa shumë i pengon kjo gjë. Çantat e shkollës janë shumë të rënda për një moshatar si unë, dhe ato peshojnë diku deri në 12 kg. Kjo problematik po i shqetëson edhe prindërit të cilët po shprehen shumë të brengosur. E kemi një problem se Flori ka në çantën e vet shumë libra edhe ka shumë ngarkesë të madhe. Për ndryshe është një peshë shumë e rëndë për këtë moshë.
Digitalizimi i librave është zgjedhja më efikase për nxënësit e shkollës fillore, tha Berat Bejtullahu, drejtori i njërës për shkollave të mesme të ulta. Zgjidhja më mirë do të ishte një planifikim i Ministrisë së Arsimit, të bërë të gjithë librat në formë digjitale nëpër tablet, me qenë se harxhohen miliona euro gjatë vitit për shtypjen, botimin, shpërndarjen e teksteve mësimore falas, atëherë zgjidhja më mirë do të ishte që nxënësit pajisnin me tablet, ku në to do të integroheshin të gjitha tekstet mësimore. Se pesha rëndë e çantave është brengosëse, e thotë edhe Marieta Bitullahu Thaçi, njëra nga mësimdhënësit e shkollës Ullmërina. Konsideroj që është një problem me të vërtetë shqetësues, sepse jo vetëm për ne mësimdhënësit, por edhe për prindërit, sepse ata obligohen që fëmijët i përcjellin për çdo ditë në shkollë. Nga ana tjetër, drejtoresha e shkollës Kelmender Zvanolli, Valma Kamishi Zeka, ka thënë se në shkollën tonë kemi fëmijë të moshave të vogla dhe pesha e çantave është më e madhe se mosha e tyre. Kjo është arsyeja që ne po mundohemi të krijojmë dollap për secilin nxënës. Si shkollë, ne jemi mundu që të kemi disa dollap nëpër klasa që mësimdhënësit të cilat e mendojnë që libri i cili nuk i nevojitet fëmijës që ta barë deri në shtëpi, të qëndron në shkollë, mirë po e dim që librat bazik të cilat i kanë të lëndëve bazike, ata duhet i marrin në shtëpi sepse kanë detyra dhe obligime tjera. Mësimdhënësja Venera Coka mes tjera shta se fëmijët bartin shumë libra. Klasa 2 ka 10 lëndë dhe secila lëndë ka libra, normalisht që është shumë e vështirë që fëmijët i bartin ato. Numri i madh i teksteve shkollore ka bërë që çanta të rëndohet më shumë, duke ndikuar kështu edhe në boshtin kurrizor. Prandaj Ministria e Arsimit duhet të organizojë vizita të ortopedëve për nxënës të paktën një herë në vit. Kështu ka thënë doktor Fisnik Vula, ortoped traumatolog. Çrregullimet e boshtit kurrizor të fëmijët janë 3 karakteristika kryesore që mund t'i vrejnë ata të fëmijë vet. Ta zëjmë kur e zhveshin fëmijën, kur e shohin që boshti kurrizor nga ana pasme duket në formë të gjerë me s, atëherë më njëherë duhet të lajmërohen te mjeku që diçka nuk është në rregull. Ose nëse njëri krah është më lart se tjetri, ose njëra këmbë më lart se tjetra. Po ashtu deformitet, kjo quhet skolioz, do të thonë si deformim. Ndërsa përveç skoliozis është edhe kifoza. Kur shifet fëmiu nga ana pasme, atëherë ka formën e gjerë me c. Sipas standardeve të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetit, ngarkesa fizike fëmijëve nuk guxon të kalojë 10% të peshës së tyre trupore. Mbesim të arsimi dhe shkojmë në shkollën e fshatit Lipovec, ku vijojnë mësimin mbi 170 nxënës. Aty po shprehen se kthimi në shkollë e bën edhe mësimin më efektiv. Nxënësit e ciklit të ulët të shkollës Shaban Golaj të fshatit Lipovec po bëheshin gati për të nisur mësimin. Me çanta në krah, ata prisnin paraderës së shkollës me padurim. Këtu na priti drejtori Gëzim Gjuraj, me të cilin biseduan për kushtet në të cilat zhvillohet mësimi. Shkolla Shaban Golaj ka gjithsej 172 nxënës. Në këtë shkollë vinë për 3 fshatrar nxënës. Ka lagjës Gjuraj dhe Berisha poshtë, edhe një lagje është Katulli Damjan që thirret lagja e Mamadë. Kushtet janë shumë të mira. Para 2 viteve në zemën e kemi pelet, ka qenë në drum, ka qenë katastrofë. Shkolla mirë bëhet mirë. Pandemia nuk la pa prekur as këtë shkollë. Me virusin COVID-19 janë përballur disa mësimdhënës dhe vetëm 2 nxënës. Drejtori tha se ndihet i lumtur që nxënësit i janë kthyer bankave shkollore. Procesi mësimor në mënyrë online, jo vetëm unë që kam atë mendim, por kam atë mendim edhe stafin. Është shumë më mirë që ora të jetë mësimor 25 minuta ose 30 minuta e të jenë mësuesi prezent në klasë me nxënës, saqë në mënyrë online. Ne u ndalëm në disa paralele për të parë se si është duke u zhvilluar procesi mësimor. Për mësimdhënësën Trëndafile Shala, kthimi fizik i nxënësve në shkolla ka qenë vendimtar për mbarvajtjen e mësimit. Mësimi online ka qenë një sfidë shumë e madhe, diçka e pa provuar më herët, si për ne, si për nxënësit, po ashtu edhe për prindrit, por me të drejtën ka kaluar shumë mirë, edhe më mirë është në bankat e shkollës, por ka pas shumë vështirësi. Me kthimin në banka, ritmin nuk mund të them që u kap me një herë, desh një kohë gjatë, për momentin jemi mirë.
E me të vegjlit janë ata që me padurim kanë pritur të kthehen pranë shokëve e shoqeve. E kom atlet me mësua dhe i kom shokët edhe shoqet edhe knaqe me bashkë. Mësimi online u kanë i mirë, po tani këtu është edhe më i mirë, se mësoj më mirë, sepse kemi mësuesen më afër dhe na mësojnë. Mësimi këtu është duke u zhvilluar në koordinim me masat e pandemisë, për zbatimin e të cilave përveç komunës, shkolla është ndihmuar me mjete higjienike edhe nga organizata të ndryshme. Të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndami të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Është mbajtur mbledhja komunale në komunën e Gjakovës, në të cilën janë shërtuar dhe janë votuar të gjitha pikat e rendit të ditës. Me propozim të kryetari Gjini, si pikë e veçantë është futur dhe është miratuar unanimisht propozimi për nisjen e procedurave të shpronësimit në segmentin nga qendra e qytetit deri në dalje të qytetit në drejtim të Pejës. Vetëm këtë javë në qendrën e mjekësisë familjare Emin Duraku në Gjakov, aty ku trajton të prekurit me Covid, janë ofruar 20 vizita dhe mbi 50 shërbime të tjera. Tubimet e shumta që organizuan subjektet politike gjatë fushatës parazgjedhore bëri që numri i të infektuarve të rritët dukshëm ditët e fundit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Mirupafshim.